Rreth 1/4 e familjeve në Shqipëri përballen me vështirësi për të paguar në kohë detyrimet kryesore të banimit si qiraja, faturat e energjisë elektrike, ujit apo kostet për blerjen e pronave. Sipas të dhënave të publikuara nga Eurostat për vitin 2023, rreth 24% e familjeve shqiptare rezultojnë të kenë pagesa të prapambetura në këto kategori. Këto shifra tregojnë se një pjesë e konsiderueshme e familjeve në vend përballen me vështirësi reale për të përmbushur detyrimet financiare në kohë. Sipas analizave të publikuara nga Monitor, ky nivel është i dukshëm më i lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian, e cila në vitin 2023 llogaritet rreth 9 deri në 10%. Në krahasim me vendet e tjera, Shqipëria rënditet ndër shtetet me vështirësinë më të madhe për të bllokuar kostet të banimit, pas vendeve si Greqi, Maqedonia e Veriut dhe Turqi. Ekspertët theksojnë se pamundësia për të shlyer faturat në kohë tregojnë një nivel të lartë brishtësie financiare. Për shumë familje shqiptare, kjo i bën ato më të ekspozuara ndaj goditjeve ekonomike, si rritja e çmimeve, ulja e të ardhurave apo krizat e papritura financiare. Në rajonin e Ballkanit Perëndimor, situata në përgjithësi paraqitet më problematike se në vendet e Bashkimit Evropian. Megjithatë, Shqipëria mbetet ndër vendet me nivelin më të lartë të vështirësive për të përballuar shpenzimet e banimit. Parashikimet për vitet në vijim tregojnë se situatat mund të përkeqësohen më tej për shkak të rritjes së kostove të qirave dhe të çmimeve të përgjithshme të jetesës që vazhdojnë të ushtrojnë presion mbi buxhetin e familjeve.